që ta kanë dërguar motrat ty. Do ta lexosh ti, ta lexoj unë. Muj me lexu. Mundesh me lexu vetë. E provoj. Okej, atëherë. Si e se çfarë kanë shkruar motrat? Prej motrave, se nuk e vrita. Edhe bashkë është të mëndu marret e sholla nuk më shteni me kajt. Po hajt, me provoj. Ja, s'po muj me lexu. Ama mu. Mirë, atëherë po ta lexoj unë. E dashur motra jonë Sala. E di që kjo letër ndoshta do të gjej të habitur, por ka gjëra që meritojnë të thuhen me fjalë, sidomos kur bëhet fjalë për ty. Rëndësia jote në jetën tonë është shumë më e madhe se çdo fjali që mund ta shkruaj. Ti je mbështetja jonë më e madhe, ajo që gjithmonë ka ditur të na motivojë edhe kur çdo gjë dukej e rëndë. E dim që jeta nuk ka qenë e lehtë për ne, sidomos pasi humbëm nënën. Por, thonë se pas nënës vjen motra, dhe ti e ke dëshmuar këtë çdo ditë. Faleminderit që na kujton për ditë se dashuria, forca dhe bashkimi nuk humbin kurrë, edhe kur jeta të godet më fort. Qëndroje fort, e drejtë, e dashur dhe e veçantë, ashtu siç je, ashtu siç mami të ka parë gjithmonë. Ne të duam, të vlerësojmë dhe jemi krenare për ty. Faleminderit që isha aty, që nga sekretet e fëmirisë deri te sfidat e të rriturve. Faleminderit që nuk na le të dorëzohemi dhe që e pe potencialin ton edhe kur ne vetë kishim frikë ta shihnim. E di që nuk mund të gjejmë një foto së bashku, sepse sinqerisht del dikush duke folur, ose dikush me sytë mbyllur, ose thjesht si jemi fare në kornizë edhe kur e bëjmë një selfie. Prandaj vendosëm ta shkruajmë këtë letër, se të paktën letra nuk kërkon hajde edhe një tjetër se kjo s'po m'pëlqen. Dhe faleminderit që na bën të qeshim. Edhe pse shakat e tua ndonjëherë janë aq të dobta, sa na duhet pak kohë t'i kuptojmë. Qeshim gjithsesi, me dashuri motrat. Faleminderit shumë. Po, në përgjithësi prej motrave jam ndoshta pak ma serioze, po dhe njëkohësisht ma optimiste. Po hajgoret nuk më shkojnë shumë, kështu që bojmë hajgore ka njerë, thëmë do na me shku me një trajnim me bo hajgore me juve. Se ndoshta motrat janë ato që mas shumë të din me vendosën pa krejt që ka jemi na, edhe njëkohësisht janë forca e ma e madhe që e kam. Kur e përmenda nonën, unë e veç jam kon të mendu, unë i kam 5 motrat të tjera që se cila prej tyre është një pjesë e nonës tem. Edhe se cila një mënyrë të ndryshme e prezenton nonën tem sot, kështu që sa mirë që jena ka shumë, edhe mundohemi të pak të nditë ma të vështira, e kemi njëna tjetrën, edhe kjo është një prej kënaqësive ma të mëdha që ja uroj secilës familje me pas motra e vllazni, sepse në fund të fundit, si nditë ma të mira, si nditë ma të këqija, familja ngushtë është ajo që të mbështet fort.